Që nga fillimi i muajit tetor ka filluar pezullimi i përkohshëm i marrëveshjes për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, duke pasur parasysh që ka ndodhur një pezullim i tillë. Nën kolonel Haris Dida, shef për kontroll dhe mbikëqyrje të kufirit në drejtorinë rajonale të policisë kufitare Perëndim, tha që këtu nuk kemi të bëjmë me pezullim, por kemi të bëjmë me një protokoll të nënshkruar mes Ministrisë së Brendshme të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës. Këtu kemi të bëjmë me jo pezullim, por në fakt flas për pikat kufitare çap Prushtë dhe çap Morin, po është edhe për pikën e kufirit në Vërmicë. Këtu kemi të bëjmë për një protokoll të nënshkruar mes dy qeverive, fakt mes dy ministrave të punëve brendshme të Republikës Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë. Protokolli i nënshkruar lidhur me lehtësimin e kaluar për qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë në pikat kufitare që na lidhin Kosovën dhe Shqipërinë. Në fakt, do të thotë, pas protokollit të nënshkruar, kemi të bëjmë për periudat e caktuara të lehtësimit të kaluar të kufirit, dhe që mos komplikojmë datat, po t'ia thjeshtoj gjithë qytetarëve, procedurat e kalimit kufitar janë në periudat e cekura në protokoll, por nuk është pezullim, por periudat për muajin mars dhe prill, si dhe për tetor, nuk vlen protokolli. Duke u bazuar në nënshkrimin e këtij protokolli, nën kolonel Dida bëri të ditur që në fundjavë dhe gjatë festave zyrtare, qytetarët që udhtojnë me automjete me targa të Kosovës apo të Shqipërisë do të vazhdojnë të kalojnë kufirin pa ju nënshtruar kontrolleve. Në këto periudat kur e kemi aktiv kalimin periudat e kërkimit dokumentave, mars, prill dhe tetor, gjatë festave zyrtare nëse kemi këtë periudhë dhe ditëve të fundjavës, po ashtu prap vlen lehtësimi kaluar kufitar. Edhe një sqarim, ndoshta është një keq komunikim te kalimi i lehtësuar kufitar. Qytetarët e Kosovës dhe të Shqipërisë, kur vinë te kabina e kontrollit kufitar, janë të obliguar të prezantojnë zyrtarit policor dokumentat. Dhe polici vetëm i shiqon dokumentat dhe ju e vlerëson mbas vlerësimit të tij që të kaloj. Domethënë, kalimi i lehtësuar është mos regjistrimi i qytetarëve në sistemin tonë. Në total, për 9 muaj të vitit, qytetarët e të dy vendeve gëzojnë një regjim të lehtësuar kalimi, ndërsa për muajt mars, prill dhe tetor do të zbatohen kontrolle standarde në kufi, shtoi ndër të tjera nën kolonel Dida.